Nga burgu, presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta refuzon ofertën e Berishës për të qenë në lista të mbyllura, duke vendosur të garojë si kandidat në listën e hapur të qarkut të Tiranës në koalicionet PD Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Kryesia e Partisë së Lirisë miratoi sot vendimin e presidentit të Partisë së Lirisë Ilir Meta për të qenë kandidat për deputet në listën e hapur qarku Tiranë të koalicionit Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Në zgjedhjet për kuvend të datës 11 maj të 2025, thuhet në njoftimin e zyrës së shtypit të Partisë së Lirisë. Partia e Lirisë thiri sot komitetin drejtues kombëtar, ku përmes një audio mesazhi nga burgu, presidenti i kësaj partie Ilir Meta tregoi detaje nga marrëveshja me Berishën. Meta shpreh ambicien për dyfishimin e grupit parlamentar në parlamentin e ardhshëm. Ky është së pari një koalicion vlerash, në themel të cilit qëndron patriotizmi, mbrojtja e familjes dhe shoqërisë, nga fiksimi por dhe modeli ekonomik që mbështet prodhimin vendas dhe fuqizon eksportet. Që të jeni në dieni, Partia e Lirisë me këtë koalicion ka dhe një marrëveshje për përfaqësimin parlamentar të detyruar nga kodi zgjedhor antidemokratik i rilindjes. Në këtë koalicion, Partia e Lirisë do të përfaqësohet në bazë të mandateve të fituara në prill të 2021-shit, por duhet të shpreh bindjen time se me mënyrën e përfaqësimit dhe organizimit që ka zgjedhur kryesia e Partisë së Lirisë, ne do të kemi me çdo rast një grup parlamentar dyshifror. Për këtë na duhet që në listat e hapura të përzgjedhim kandidat sa më përbashkues dhe përfaqësues.